Mesha e së mërkurës ishte veçantë në kishën katedrale të Shën Shtifrin në Shkodër, pas 63 vitesh u rikthye drejtoi një mesh kardinali i vetëm shqiptar Ernest Simoni Troshani. Në fjalën e tij para besimtarëve të shumtë, kardinal Troshani tha se çdo njeri në këtë botë është kryevepër e Zotit. Çdo njeri është kryevepër e Zotit për këtë jetë e për amshimin që na për gjithëve. Kisha është vendi më i bukur e më i lartë, se këtu flitet gjithçka për mimaterin, për të mirëthyeshmën. Hapën e parë që banë çdo njeri për lumit të parrinjit. Se gjithë njerëzit krijuar për Zotit, thosh fali, Deus vult alles hommes als heri. Zoti ka krijuar gjithë njerëzit e do me pa të gjithë në parrinj. Por merresht në këtë botë kur arrestojnë Krishtin për me e dënuar sikur e dinë tan mirë, çka thanë, rregëmeu në rreth të mundo. Me një emër nuk është në këtë botë. Pa është përshia se mund të dërgon të atjem një poshit madhe qëllore për me rinjënu, por duhe pa vëndëset madhë Zotë. Në kishë mësojmë me dashtë madhë Zotë, me ta në fosat tona, me dashtë vlasën tonë, me në mu të vofnit. Qaj të jepni të vofnit vetë të fjalla Krishtit, o miljardera, o të përstetshëm, o të mlajë, shtë një dhore në ka të vofnit, tërë njëllët e ty në nëmën të Krishtit, se që shka jep një ty në keni dhanë mu. Njëzimi sot ka nevojë për një bashkim e vazhdim të gjithanshëm, një këthim të gjithanshëm shpirtnar ka Zoti, një forcë morale shpirtnare me përhap kuda, dashnin hinore që ka për në Krishtit dërgjakën e për ne, për me banë gjithë popujt të kuptojnë të mirën personale, të mirën e shtetet të tyne, të popujt të tyne, për me kujtu se Krishti një anë të jeta, kërkon me pa të gjithë njerëzit në lumin të parrinjit. Arqipeshkevi Shkodër Imzo Giovanni Peragjine e cilësoi kardinal Troshanin dëshmitar të palëkundërt të fesë. Kardinalin ton të dashur Ernest Troshani, biri kësaj toke të bekuar dhe dëshmitar i palëkundshëm i fesë, e cila qëndroi e gjallë edhe në mes të persekutimeve më të forta. Don Ernest është një shenjë gjallë e kujtesës se një kokë të shënuar nga dhimbja dhe martirizimi, por njëkohësisht është shenjë shprehëse që na kujton se feja e ndërtuar mbi shkëmbën e Krishtit nuk mund të tronditet nga asnjë forcë së keqes. Mesha shenjtë transmetua drejt për drejt nga televizioni Rëzafa për të gjithë besimtarët që nuk kishin mundësi të ishin të pranishëm në mesh.